Ajo nuk ka hequr dorë ende së zbatuari politikë që kanë sjellë një varg vendimesh në tëm të Kosovës. Ne kemi përgjigjur çdo herë për krime lufte në shtator të vitit 2000 në Beograd. Angazhohen dhe punojnë për shtetin e tyre sepse shteti përballë Ramushi do të kthehet. S'ka si dilemë. Ata të cilët udhëheqin masakrat nga Kroacia, Bosnia dhe Kosovë, sot nxjerrin vet arreste politike për njerëzit të cilët ju kanë përgjegjur drejtësisë, dhe asaj drejtësisë më të lartë ndërkombëtare. Dhe kjo jo vetëm që fyse, ofenduese për ne si Kosovë, si bashkëftar, unë besoj që fyse për secilin vend demokratik, të cilët përdoren dhe bëhen instrument politik të politikave shoviniste të pasardhësve të Miloševićit. Prandaj edhe është revolta jonë kjo që sot janë në kënd kudo që jetojnë shqiptarët. Prandaj edhe ne themi po mas e keni tepruar. Mos luni me Kosovën dhe kalurën e saj të shajt. Mos harani. Me prek Ramush Haradinajn është me prek themelët e shtetit Kosovës. Ne kemi përgjigjur çdo herë kur ka kërkuar përgjigje drejtësia. Çdo kohë, pavarësisht ka qenë kërkesë drejt apo pa drejt, pavarësisht proceseve me motive të montuara politike. Po kjo nuk do të thotë që ne jemi të gatshëm me ul kokën para gjelatit. Nëse kemi ullur kokën asnjëherë para Serbisë dhe nuk do ta ulim asnjëherë. Për asnjë çmim. Prandaj, kërkesa e jonë është me fuqishin duhet biseduar me gjuhën e tij, ai nyshe nuk e kupton. Ne edhe herë kërkojmë nga institucionet e Kosovës pezullimin e menjëhershëm të bisedimeve me Serbinë. Dhe paraqitjen e kushteve konkrete se si mund bisedohet me ta. Ne nuk mund të jajmë që çdo ditë, çdo javë të fyhemi e të ofendohet shteti jonë nga pasardhësit e Miloševićit. I mërzitun për një punë, i mërzitun me padrejtësi që jeni ton ju që ka jeni këtu, edhe krejt populli i Kosovës që këqyrën televizion, ton janë të mërzitun me padrejtësi, janë të mërzitun me qeverisjet keqe. Njëjtë është Ramushi si kur se cili për jush. Ramushi është se cili për jush në këto ndjenja. Është i mërzitun me klientelizëm, me nepotizëm, me korupcion, me qeverisje pa pikë vizionit. Qytetarët Kosovës, edhe shtete shumë të vjetra, shumë të forta, janë gjunjëzu prej këtyre punëve të këqija që i bojnë qeverit. Ju jeni sot këtu me tregu që ju jeni në kom, edhe Ramushi është në kom, edhe ton jemi në kom, nuk ka mu gjunjëzu Kosova kur, nuk ka mu poshtnu Kosova kur. Jënë disot qmenun në Beograd, që po dojnë mi majtë poplin e vetë, fmit e vetë, qytetarët e vetë, ma shumë se 30 vjetë në menësit luftës, në menësit dhunës, po dojnë mi majtë kretë Balkanin në menësit luftës, në menësit dhunës. Evropa nuk duhet me leju, ne nuk duhet me leju, që 18 vjetë mas lufte, këta njerëz Evropë, që kanë dhonë urdhna edhe i kanë vra fmit e vetë për me në akuzu neve, nuk mujnë mi majtë kretë Balkanin në psikozë të luftës edhe në menësit luftës. Shpesh e ke përsëritur atë motën tënde të jetës, se për Kosovën ja vlen të vuajsh, pa drejtësi të ndryshme nga armiqët tanë. Pra dhe nëse të gjithë kjo vjen nga armiku që e mundëm në luftë, unë pyes, deri kur? Shëndresa jote heroike dhe burërore në luftë, përballë gjykatës së Hagës dhe kësaj në Francë, andaj vazhdo të qëndroshi pa lëkundur, sepse pafajësinë tënde e ka vullosur gjykata më e lartë në botë.
Apelojmë në gjykatën e shtetit tonë mik Francës, që ta dëshmoj se respekton të drejtën universale, si vatër nga buron, vetë slogani njohur, liri, barazi dhe vllazëri, dhe ta liroj Ramush Haradinën për të kthyer në atë vend. Ne sot nga këtu u bëjmë thirrje të gjitha shteteve perëndimore që edhe ato të heqin dorë nga ndalimi dhe këta akuza mashtruese të Serbisë ndaj ish pjesëtarëve dhe komandantëve të UÇK-s, sepse ne e dim dhe jemi të sigurt se kemi bërë luftë të drejtë dhe çlirimtare. Kemi bërë luftë të pastër për liri, mandej më të pastërtën të luftave çlirimtare në fund shekullin të kaluar. Ne të kundërtën nuk do të kishim prekrajen e shumë shteteve perëndimore dhe Aleancës Veriatlantike NATO-s. General Ramush Haradinat, njëherë ndër figurat kryesore të opozitës kosovare dhe ish kryeministri i Republikës së Kosovës, dy herë doli pafajshëm dhe fitimtar nga gjykata ndërkombëtare në Hag. Dhe këtë e di mirë Parizi dhe gjithë bota e qytetëruar demokratike, prandaj ne shpresojmë se Franca mike nuk do t'i zbatoj urat e shlovenizmit serboslav. Da ju a themi me lutje e sinqeritet, hiqni dorë nga përndjekja pa drejt e alatëve tuaj të djeshëm dhe të sotëm, dhe mos i zbatoni urdhat e pa drejt e të pa lishme të Serbisë kriminale, sepse me këte po i kontriboni pa drejtësisë ndërkombëtare dhe destabilizimit të ri në rajon. Ju faleminderit. Pari Aleancës, zotri Ardian Gjini. Shumë të forta janë gjunjëzu prej këtyre punëve të këqija që i bojnë qeverit. Të luftës e në mendësit dhunës. Evropa nuk duhet na, e tonë na, nuk duhet me leju më përshnu matutje. Она приявила.